Jo fars. Dhe dyta, pas këtij raporti, çfarë keni ndërmend të bëni? Tani, në qoftë se raporti thot, zotëri, do të kemi pak problem në kulturës ligjore, kur raporti thot se u përdoren të gjitha resurset administrative nga partia shtet, nga partia në pushtet, do të thot se nuk kishte fushë të barabartë dhe e ka shkruar jo një herë, po 2 ose 3 herë në raport e ke. Kriteri më themelor i zgjedhjeve është barazia. Nuk ka zgjedhje, ta dish, në terminologjinë profesionale nuk ekziston terminologjia të lira dhe të ndershme. Bazuar në kartën e Kopenhagenit, të drejta ose të pa drejta. Të drejtat kërkon kanë kusht themelor barazinë e garës. A nivel fill, thot, e thot apo jo? Atë të pyesun ty. Even field dhe even field çfarë janë? Even field, loja barabartë, fushë barabartë. Uneven field, fars. Po s'je barabartë është fars në terminologjinë politike. Ata nuk përdorin terminologjinë politike në vëzhguesit. Por në terminologjinë politike ajo është vetëm fars. Merë pak, të lutëm, edhe këta e kanë po, merë pak raportin e Këshillit të Evropës. Çfarë thot raporti i Këshillit të Evropës? Rekomandon që u votue në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Kaq. Pse kaq? Sepse po qëse është parti shtet nuk ka zgjedhje. Ka fars. Ka fars, sigurisht, se shteti merë futet në garë me një emër, që quhet partia X apo Y, me të gjithë potencialin e vetë financiar, njerëzor, dhunën, policin, tjerë, për të rëmbyer mandatet. Pra, e thonë këte, po të dish me lezue, në gjuhën politike, jo njerë, po disa herë. Aty ku thonë është shkelmuar parimin ndërkombëtar, nuk janë, thot, nuk përputhen me parimin ndërkombëtar të zgjedhjes sistemi patronëve. Ka bët përpjekje titanike Edi Rama për të hequr ato terma. Po do e ndjekin gjerë ditën e fundit të jetës tij. Nuk hoqë ato më. Të mund të çka bëj. Ka kaluar në kërcënime personale. Nuk i hoqi dot. Nuk shkruajnë ato terma politike. Ata i kanë terma teknike, të barabartë, pa barabartë, me radhë. Po lexosh vetëm mediat. Të lutem. Po lexo pak vetëm kapitullin e mediave. Për të kuptuar që zgjedhje s'ka patur. Nëse se ka zgjedhje pa informim, apo zgjedhje ku njëra palë kontrollon 90% të mediave. E ke shif 2 rrjeshtat e fundit të raportit çfarë thot për mediat. I damkos Edi Ramën dhe zgjedhjet. Unë nuk çuditem të dalë tani ndonjë për tyre të thotë që ka shkruajtur aq që s'ka shkruajtur kurrë, zgjedhjet më të mira. Po të rikujtoj një gjë. Zgjedhjet më të kundërshtuara të Edi Ramës 2019, çfarë thotë? Këto zgjedhje plotësuan, me shkrim është aty. Kriteret kryesore të OSBE, ndërkombëtare të OSBE dirit për zgjedhjet. Edhe i ka shkruar këto një person që unë e kisha shpallë non grata. Po, e kisha shpallë non grata. E vërteta.